Himar finalizohet operacioni policor i koduar Shuma. Hyn në banesën e një të moshuari e mbajtën me dhunë dhe e kanosën me i imitues armë zjarri. Me qëllim vjedhin e një shumë parash, identifikohen, kapen dhe arestohen 3 autorë të dyshuar. Njëri prej të arresturve ishte me mas siguri arrest në shtëpi për krime në fushën e narkotikëve. Autorët kishin mbajtur në vëzhgim banesën e 70 vjeçarit për 2 ditë dhe kishin marrë me qira një automjet për të kryer dhe krimin. Sekuestrohet automjeti tip Mercedes-Benz. Si rezultati veprimeve intensive hetimore dhe operacionale të kryera me njëherë pas kallëzimit të një 70 vjeçari, se më datë 12/7/2026 në fshatin Borsh, 3 shtetas kishin hyrë në banesën e tij, e kishin mbajtur me dhunë dhe e kishin kanosur me një imitues armë zjarri me qëllim vjedhjen e një shumë parash. Specialistët e seksionit për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Himar finalizuan operacionin policor të koduar Shuma. Në kuadër të operacionit u identifikuan, u lokalizuan dhe u vënë pranga shtetasit EX 25 vjeç banues në Selenic, KT 23 vjeç banues në Vlorë dhe AC 19 vjeç banues në Vlorë. Nga verifikimet e kryera rezultoi se shtetasi me inicialet AC kishte thyer masën e sigurisë arrest në shtëpi, të caktuar nga gjykata për krime në fushën e narkotikëve. Nga hetimet rezultoi se 3 shtetasit kishin mbajtur banesën e 70 vjeçarit në vëzhgim për 2 ditë dhe kishin marrë me qira një automjet për të shkuar në vendin e ngjarjes dhe për të kryer edhe krimin. Materialet u referuan prokurorisë për veprime të mëtejshme hetimore.